4 persona janë prekur nga fruthi në vendin tonë gjatë këtij viti në periudhën janar-mars. Shefja e vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Fetije Fetaj, për Arbresh Info, ka thënë se nga 4 rastet e prekura me frodh, 2 raste janë të importuara nga shtetet fqinje dhe se situata për momentin është e qetë. Kemi disa raste të konfirmuar me laborator me frodh. 2 rastet e para kanë qenë janar, të cilat të dyja rastet kanë qenë të importuara nga shtetet fqinje, ndërsa 2 raste tjera janë këtë muaj edhe janë në qytetin e Gjakovës. 2 rastet e para kanë qenë në Fushë Kosovë, 2 rastet e fundit janë në Gjakovë. Tutje, Fetaj na tregon edhe se cilat grupet e popullsisë janë më të rrezikuara nga fruthi. Faktikisht fruthi, virusi është mjaft kontagioz. Munden smu të gjitha moshat, pa përjashtim, ata të cilët nuk e kanë kalu ose ata të cilët nuk e kanë marrë vaksinën, po më të rrezikum gjithmonë janë fëmijët më të vegjël se 12 muaj. Duke qenë se ata edhe nuk kanë të drejtë, do të thonë vaksinën nuk e marrin deri në moshën 12 muaj sipas kalendarit të rregull vaksinimit, edhe për shkak të imunitetit të tyre që është normalisht në zhvillim e sipër. Sipas Fetaj, fruthi është një sëmundje mjaft e vështirë, e cila në disa raste mund të kalojë edhe në komplikime. Si fillim si smundja është thjesht fillon me një temperaturë, me një skuqje të syve, konjunktivit, një koll i thatë, edhe pas disa ditëve, 4 deri në 5 ditë, shfaqen ndryshimet në lëkurë. Kjo është e rëndësishme për prindrit që nëse kanë fëmijët këto simptome, se fillimisht fillon si çdo virus tjetër, të lajmërohen te mjeku. Fetaj tha se mënyra më e mirë për minimizimin e fruthit është vaksina. Na në Kosovë kemi një mbrushmëri mjaft të mirë, edhe pse vitet e fundit ka pësu rënje prej Covidit e këtej. Do me thënë me këtë vaksina vetëm sa për njoftim të prindërve, po e dinë edhe të gjithë që vaksina japet 2 doza, doza e parë japet 12 deri në 15 muaj, edhe vaksina doza e dytë japet në moshën 5 deri në 6 vjet. 2 vitet e fundit, edhe këtë vit, na veç kemi fillu që këtë vaksinë, duke parë se situatën epidemiologjike në rajon edhe në Evropë, edhe në botë, me frodh, Instituti Kombëtar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë kanë vendosur që këtë vaksinë ta japin pikërisht në momentin që regjistrohen fëmijët në klasën e parë, duke qenë se këta fëmijë të jenë të vaksinuar dhe të kenë imunitet kundër kësaj sëmundje përpara se fëmijët me fillu klasën e parë, që me qenë ka 30-40 veta bashkë, sepse vitet më përpara vaksina është dhënë në shkollë, po kjo për një parandalim që përpara se mu bo grupi, normalisht se çdo grupacionet e mëdha dhe me qenë të pavaksinuar rreziku është më i lartë për përhapje. Edhe ky veprim na ka ndihmuar shumë, sepse vitet e 2024 krejtështetet e rajonit pothuajse krejtështetet e rajonit kanë regjistruar raste të fruthit. Neve kemi pasur vetëm një rast të importuar në vitin 2024, edhe normalisht çdo ditë, do me thënë na e kemi prit si institut, sepse e dim që është një sëmundje mjaft që përhapet shpejt, edhe është njëra ndër sëmundjet më kontagioze. Por, kjo e ka një të mirë që vaksina është mjaft efektive. Sipas saj, kjo vaksinë është mjaft efektive. Mbron imunitetin deri në 97% nëse je i vaksinuar. Është shumë e rëndësishme, sepse ajo që po ndodh tani është që prindit për arsye të ndryshme nuk e dërgojnë fëmijën deri në një moshë deri ndoshta 2 vjet e shtyn vaksinimin, e faktikisht kur është virusi në qarkullim, mund të preken edhe fëmijët ndër 12 muaj. Një sen që duhet ta dinë gjithë prindrit është që nëse nana ka kalu fruthin, ose i ka marrë 2 dozat vaksinës, llogaritet që fëmija, fushnja e tyre, deri në 6 muaj me pas imunitet. Por, nëse është e kundërta, që nana s'ka kalu fruth, edhe nuk e ka 2 dozat vaksinës, atëherë është i rrezikuar fëmija edhe në 6 muaj, ndër 6 muaj.
E krejt në fund, doktoresha tregon rëndësinë e vaksinimit dhe sa e sigurt është kjo vaksin për të gjithë qytetarët. Atëherë si fond unë kisha bërë thirrje të gjithë prindërve që ta shikojnë kalendarin e vaksinimit, të shikojnë që fëmijët i kanë marrë të gjitha vaksinat bazë të moshës dhe nëse është ndonjë vaksinë që ka mbet sepse shihet në kalendar që është vënë për arsye të ndryshme të ofrohen në qendrat e mikësisë familjare, aty ku e kanë edhe vizitat edhe të gjitha dhe vaksinimin e vaksinave tjera, të vaksinojnë fëmijët sa më shpejt. Vaksina është mjaft efektive, është mjaft e sigurt, është me vite, mi vaksinohet edhe ne prindrit e fëmijëve, kështu që nuk kanë çka dyshohet. E din shumë mirë, ndoshta nëse nuk e din gjeneratat e reja se çfarë do të thotë me qenë me frodh, mund të pyesin edhe të tjerët gjyshrit ose nënat e tyre që para vaksinimit që ka bo fëruthi jo veç në Kosovë, por në gjithë botën. Kështu që ta shfrytëzojnë që të mundësi se vaksina është mjaft efektive. Gjatë vitit 2023, rreth 87% e fëmijëve në Kosovë janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës kundër sëmundjes së frutit dhe rreth 95% me dozën e dytë. Sipas njohësve të çështjeve, kjo shkallë duhet të jetë mbi 90% me të dy dozat.